Unë kam një parashikim këgja ogurzi në raport me këtë aktgjykim. Dhe unë po e shoh, e tham edhe një ditë, unë po e shoh mundësinë më të madhe për të shkuar në zgjedhje të reja sesa për konstituimin e institucioneve, kuvendit, qeverisë, zgjedhjen e presidentit. Ne jemi ende pa certifikim të rezultateve. Mundet me na nxanë 10 shkurti derisa të certifikohen. Pra dhe në fund mujt rinumrimi, pastaj janë 72 orë ankesat e mundshme në PZAP, pastaj janë 1 javë ankesë në Gjykatën Supreme. Që i bie qoftë edhe një ankesë vetme nëse shkon, 15 shkurti. Dhe janë ato ditë për zgjedhjen e konstituimin e kuvendit, organeve, përgjithësi, qeverisë, zgjedhjen e presidentit. Pra janë 3 institucione që duhet të kryen para 4 marsit, ndryshe ne shkojmë në zgjedhje. Apo nëse ka vonesa për konstituim të kuvendit, mund të shkojmë në zgjedhje.